Ky podcast vjen për ju me mbështetjen e X1, Philip Lane Residence dhe 1001 Solutions. Përshëndetje të dashur dashamirës, jemi në puntatën e radhës me një tematikë që lidhet edhe me të nxehtin e verës, me turizmin. Është përfolur kohët e fundit që protesta kanë ndikuar ndjeshëm rënien e numrit të turistëve, por ne që vim nga një qark si Berati kemi një opinion ndryshe. Për këtë kemi sot në studio një nga operatorët ekonomik i cili është pjesë e agjendës turistike në Berat, Petrit Shobon, përfaqësuesi kantinës Shobo, një emër brand tashmë brand kombëtar. Faleminderit. Dhe një ekspert të kësaj fushë, një dashamirës të udhëtimeve, por që edhe në potencialin e vet si ekspert, pasi ka edhe përvoja të ndryshme si ish drejtori i zyrës punës, nënkryetar qarku, drejtuesi i AMMV-s apo autoritetit mbështetjes së qeverisjes vendore dhe eksperienca të tjera që për vetë ekspertizën e vet do të na ndihmojë në këtë puntat në lidhje me këtë tematik të nxehtë të verës. Përshëndetje të dy të ftuarit e sotëm kam një karakteristikë të përbashkët, sepse zgjodhen Shqipërinë, janë kthyer nga vende ku kanë emigruar si fillim, Petriti në Itali edhe Sajmiri po në Itali të dy bashk, edhe zgjodhen që të ktheheshin në vendin e tyre dhe ta ndërtonin aty të ardhmen e vet dhe të fëmijëve të tyre. Mirë se na erdhët. Faleminderit. Edhe tani besoj të na sillni diçka, ne jepni një përgjigje të pyetjes pse zgjodhet Shqipërinë dhe nuk zgjodhet si shumë adetar të tjerë që zgjodhen Italinë apo Greqinë apo dhe vende të tjera në këtë botë të globalizimit ku secili zgjedh vendin e vet për të ndërtuar jetën. Pa dyshim bota është e madhe, por sot është bërë e vogël dhe gjithkush mund të jetojë dhe të punojë, më thënë kudo. Por unë zgjodha Shqipërinë, emigruam për pak vite, edhe 10 vite dhe po qysh në fillim ideja ishte të ktheheshim. Të ktheheshim, ndërtonin gjithçka për veten tonë, për vendin tonë, për familjen tonë, sepse gjithsesi në një dhe të huaj, sado mi që të jesh, mendimi im ka qenë gjithmonë i huaje. Nuk mund të jesh asnjëherë, s'mund të bësh asnjëri parë. S'është çështje parash, guri vend në vend, s'është çështje lekësh apo biznesi apo, por kështu që kjo ka qenë ideja. Prandaj dhe zgjodhëm që të ktheheshim në Shqipëri. Ç'mund na thotë Sajmiri, pse zgjodhi? Në radhë parë faleminderit për ftesën, edhe është një podcast që e kam ndjekur dhe e vlerësoj, shumë faleminderit. Që në fillim të herës kur unë vendosa të studioja në Itali, objektivi im ishte që të vazhdoja vetëm studimet atje dhe të kthehesha në Shqipëri. Në vitin 2011 u ktheva në Shqipëri dhe më pas në 2013, siç e thatë ju, u bashkova administratës, fillova punë të zyrë punës edhe ndoqja karrierën time. Mendoj se Shqipëria më ofronte shumë, edhe ofron shumë dhe ky ishte një ndër objektivat që unë u ktheva dhe vazhdova këtu deri në këto momente që unë vazhdoj dhe punoj për vendin tim dhe për administratën shqiptare. Berati është pjesë e rajonit së bashku me Gjirokastrën dhe Korçën. Pra, tre këto qarqe kanë një turizëm jo detar. Dhe pyetja ime do të ishte, çfarë ofron më mirë Berati në krahasim me Gjirokastrën dhe Korçën dhe çfarë do t'i thoni ju turistëve pse duhet të vinë në Berat? Le ta themi që në 5 vitet e fundit Berati ka pasur një zhvillim shumë të madh nga ana infrastrukturore, por dhe nga ana le të themi e zhvillimit të biznesit, zhvillimi ekonomik. Në Berat, nëse do ta krahasojmë me 5-6 vite më parë, vendet akomoduese kanë qenë sa 20% të atyre që janë sot. Sot ne kemi një rrjet më të gjerë hotelier, kemi një rrjet kulinarie shumë të zhvilluar. Nëse flasim, siç e thash, 6 vjet më parë, mund të kishe 2-3 vende që mund të shkohen në Berat ose në qytetet e tjera. Kurse sot ti ke një gamë të gjerë, restorantesh, dhe patjetër këtu mund ta lidh me Petritin, Berati shuhet për degustimin e verave. Sot në Berat kemi gati 10 ose më shumë kantina verash që ofrojnë, le të flasim për 3 vera cilësore dhe shumë cilësore. Ne ofrojmë e në turizm, po gjithsesi shpeshherë unë e kam theksuar, e kam thonë, ne jemi një vend që nuk mund të jetojmë vetëm me agroturizmin.
Kështu që dhe enoturizmi, të cilin ne kemi filluar, më thënë qysh për 20 vitesh, ndoshta jemi kantina e parë që kemi pasur idenë e enoturizmit. Enoturizmi është shumë i rëndësishëm. Agroturizmi është i rëndësishëm, por enoturizmi është akoma më i rëndësishëm. Sepse ku konsiston enoturizmi se? Enoturizmi është vetë konsiston thjesht në degustimin e verave, të shoqëruar natyrisht me pak produkte të vendit, pak djath, pak ullim berati, pak kulaç, vaj në ullirit, të degustojnë të gjitha pashk. Jo në ushqim, të themi, kur agroturizme që kanë mishin, kanë byrekun, kanë atere, kështu që duhet të jetë diçka më, sepse në fundit ti kur del nga kantina, më thënë, duhet që në mendjen tënde të ngelet vera, nuk duhet të ngelet ushqimi, jo se ç'a hangre, por se ç'a ti konsumove, ç'a degustove. Kjo është degustimi. Enoturizmi nuk është thjesht një gotë verë, sepse mbasi një shishe vere ka një histori. Ne kemi histori shumë të lashtë për sa i përket verës. Nuk është histori e sotme, pavarësisht se si ka rrjedhur ngjarjet, historia, por tek ne vera është bërë para 3000 vitesh, nuk është bërë sot, më shumë më herët se sa në vende të tjera. Pavarësisht si rrodhën ngjarjet. Po fillimi i kantinës Çobo, si ide, si Çobo ka një traditë hershme familjare. Ne të themi që në është gjyshi, stërgjyshi, për herë në ato pak toka që kishin në fshatin e tyre, bonin pak verë për konsumin e tyre, pin shokëve, miqve, sepse në atë kohë nuk është se kishte tregti. Dhe në 90-ën kur u ndan tokat, me ligjin 7501 që ne morëm 1 hektar tokë aty ku jetojmë sot, dhe filluam me mbollën vresht. Njerëzit thoshin po këta budallë janë që mbillin vresht sepse fatkeqësisht në ato vite është katruar rreth 20.000 hektar vresht. Por fakti tregoi që nuk është se ishim ne budallënjt, por kush na paragjykoi në ato momente, sepse sot, si sot njerëzit kush ndjen edhe e kanë edhe si përmburje, se ne na thon shumë shqiptarë që vinë nga jashtë, që emigrojnë, e thotë ne ço burrim me ju jashtë, sepse vera juaj gjendet tash kudo, gjendet në Itali, gjendet në Belgjik, gjendet në Amerikë, në Brazil së fundmi u bë një eksport, kështu që dhe kjo është një gjë pozitive. Dhe brapa një shishe vere është historia një territori, historia një populli, historia një vendi. Nuk është thjesht një shishe vere. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajo që thashë theksove për kumpar enoturizmi. Dhe në Berat le të themi që janë ka disa kantina për vërtet që ofrojnë dhe që janë një destinacion shumë i mirë për turistët tanë. Po cilat janë sfidat e ardhshme të turizmit për qarkun ton? Përveç pjesës asaj agjende që është sot, çfarë duhet bërë më mirë për turizmin në Berat? Për mendimin tim, turizmi në Berat nuk duhet të ngelet vetëm në qendër që do të thotë qyteti i Beratit. Që ne ta shtrim duhet një program që vizitorët që vinë në qytetin e Beratit mos të jenë vetëm vizitor një ditor, por të jenë vizitor 2-3 ditor. Ne kemi shumë mirë kanionet e Osumit, malin e Tomorit, muralet e Dimalit, që është një punë e mirë e bërë edhe fitoi çmim në konkurs ndërkombëtar. Pastaj mendoj që është koha sot që edhe të krijohen muzet. Kuçova ka qenë një qytet industrial, mund të krijohet një muze industrial në lidhje me aviacionin, një muze në lidhje me aviacionin, kështu që le të themi aq më tepër Dimali ka edhe sajtin arkeologjik, edhe ai mund të jetë një le të themi një pikë turistike ku turistët mund të shkojnë ta vizitojnë. Kështu që unë mendoj që sfida e radhës është të paktën për qarkun e Beratit, duhet ta shtrim në të gjitha qytetet për të pasur vizitor 2 deri në 3 ditor, jo vetëm vizitor ditor. Sepse duhet të shtoj. Atëre Berati vetë si qytet, më thënë Kalaja, të themi, Gorica, Mangalimi, Lagja Muze, është ajo me të cilën më thënë atraje, më thënë tërheq turistët. Ajo është kartolina me të cilën tërheq turistët. Do ndihmoj. Por, më thënë, ajo që çfarë ne duhet të bëjmë, që ne, më thënë, këta turistë mbajmë 2 deri në 3 ditë, më thënë, dhe mbajtja deri në 2-3 ditë do të thotë
Natyrisht është që do zhvillohet territori, do zhvillohet bujësia, do zhvillohen restorantet, paret. Ka nevojë për një koordinim edhe krijimin. Sepse nëse vinë deri në Kala, bën një vizitë Kalas edhe hipin autobuse e kthehen prap shkojnë në Durrës apo në Tiranë për hotelet, nuk kemi fituar asgjë pastaj. Ne kemi edhe duhet faktikisht një hartë të gjitha sajteve që kemi në qarkun ton, për shembull në Kuçov është një kish bizantine që daton në shekullit 13, po ashtu kemi një kish ortodokse bizantine dhe ajo që është në Kozare dhe ajo daton shekulli 17, kështu që ka mundësi, ka potencial po Shqipëria ka potencial dhe së fundmi ka pasur një trend në rritje në turizëm. Besoj që ka pasur edhe një rol të rëndësishëm edhe vetë promovimi që është bërë Shqipërisë, edhe nga vetë kryeministri ynë. Patjetër, unë dua të them një gjë, unë jam një njeri që kam udhëtuar dhe udhtoj. Po. Kam një numër të madh të shtete, diku te rreth 50 shtete ku kam vizituar, që në rini ka qenë objektivi im. Duhet të mos harrojmë se nëse flasim në para pandemisë po dhe pas pandemisë, fluksi në aeroportin e Rinasit për një qytetar që udhëtonte njërë 2 muaj, njërë 3 muaj, ka qenë diku te 65-70 avion dita. Sot që ne flasim, fluksi në aeroportin e Rinasit duhet jetë mbi 300 avion dita. Këta njështë unë një pak ditë më parë isha në aeroport. E bëj krahasimin tjera. Po, le të themi që në ora 2 që unë nuk ktheva, erdhën një 5 avion. Statistikisht, hodha një sy monitorit, edhe pash, nga ora 2 e mëngjesit deri në ora 6, niseshin nga Shqipëria 25 avion. Ky është ndryshimi i madh, për kaq pak vitesh ndryshim i madh. Kjo është dhe fal normalisht qeverisë, vizionit qeverisë, është dhe fal marketingut që është bërë Shqipërisë në këto vite nga qeveria dhe nga kryeministri patjetër. Kjo është patjetër që edhe kemi arritur vetëm tek ne në kantinën të Çobo hyn rreth 20.000 turistë në vit, kështu që është një numër shumë i konsiderueshëm që vizitohet. Normalisht nuk jo të gjithë turistët vinë në kantinë vizitojnë, por që të hyjnë 20.000 turistë është një shifër në krahasim me vitet e kaluara ka një rritje konsistente. Gjithmonë rritje. Ishte deri para pandemisë, më thënë aty tek 10.000, 11.000, pati një rënje normalisht për shkak të pandemisë, pastaj ka filluar trendi i rritjes në hyrje të si e gjykon? Unë besoj që jo, nuk ka lidhje protesta me turizmin, mendoj që nuk është se ka ndonjë ndikim. Në fakt mendoj që edhe kjo iniciativa e fundit për ndërtimin e muzeve, ashtu siç dhe Sajmiri e përmendi, në çdo bashki të paktën të evidentohen potencialet për ngritjen e muzeve, është shumë pozitive edhe për vetë krijimin e një agjende mbi një natë në Berat, sepse do të kemi destinacione të ndryshme, edhe vetë Bashkia Dimal ka një projekt për ngritjen e një muzeu për artefaktet e sajtit arkeologjik të Dimalit që ta risjellim duke I marrë ato nga muzeu këtu në Tiranë dhe t'i çojmë në sajtin arkeologjik në Dimal, gjithashtu edhe në Kuçov patjetër muzeu industrial, edhe është përmendur shpejt një muze vere. Po, ishte një iniciativë kryeministrit, po, vetë kryeministri ishte iniciativë e tij që tha që do të ngrijmë një muze vere, edhe për gjithë vera shqiptare, por që zgjodhi Beratin. Por deri më sot fatkeqësisht akoma nuk është realizuar, por që besoj edhe se Berati mund thuash diçka për klimën në lidhje kemi një mikroklim të jashtëzakonshëm, fakti që kemi Tomorin shumë afër në ato historinë precis 2416 metra, kështu që është një lartësi. Edhe për vetë ndryshimi i klimës midis ditës dhe natës më bën Beratin një vend shumë të favorshëm nga era e detit jon për rritjen e rushit natyrisht. Edhe mali Tomorit është shumë magjik. Ajo maja, në fakt, kush nuk e ka vizituar, ne ftojmë ta vizitojnë, sepse ka një misticizëm brenda saj që do ishte shumë. Unë kam qenë ndoshta ndër të parët në 2012 që e kam bërë një ngjitje dhe kemi tentuar të kalojmë nga maja dhe në maj nëpërmjet gjithë Tomorit, po jo nga mali nga ku është varja Basaliut deri në krahun tjetër.
Fatkeqësisht nuk arritëm dot të shkonim deri në fund sepse na zuri nata, ishim në dorë, në zonë një mjerkull lart, ka qenë një aventurë ajo jashtëzakonshme. Kur zbrita poshtë tash Petric që nga gjallë. Në fakt e rëndësishme është për një turizëm mbijetues, doja të thoja është edhe aksesi në rrugë apo krijimi i një itinerari më të thjeshtë për turistët, por edhe fakti i linjave. Këtu desha të ndalesha pak me Sajmirin, nëse ka nevojë për ndonjë projekt të veçantë që ta lehtësoj këtë akses, duke qenë se tashmë do punohet edhe për turizmin rajonal, jo vetëm për atë të qarkut. Unë momentalisht mbaj pozicionin drejtori rajonal shërbim transporti rrugor Berat. Drejtoria e përgjithshme e transportit rrugor, ne kemi webin ton ku funksionon i transporti. Në i transporti ti mund të kesh gjithë informacionin, aksesi, ke gjithë informacionin e lëvizjeve të mjeteve të transportit urban dhe interurban. Por unë mendoj që sot në Shqipëri lind nevoja për të pasur dhe një kompani internacionale, sepse kompanitë internacionale kanë më shumë eksperiencë në menaxhimin e udhëtarëve, sepse me thënë drejtën, mendoj se çalojmë pak te kjo pjesë. Duhet transporti publik duhet ketë një qatë përmirësime edhe së fundi në fakt në tematikën e fundit që patën një mbledhje me kryeministrin ishte në agjendën përmirësimi i transportit urban në çdo bashki aty ku ka nevojë. Sepse edhe kompanitë që operojnë në Shqipëri mendoj që mund të kenë fare abuzimi me oraret. Me një fjalë, ti duhet i japësh mundësinë qytetarit që të udhtoj edhe në orët e vona. Në orë mund të ketë një autobus që niset nga Tirana. Duhet ta parashikosh edhe këtë pjesë. Duhet parashikohen. Unë mbaj mend kur kam qenë student në Itali, kur vajta ditën e parë, normalisht nuk ndojta dot në Pisa, po ndojta në një fshat ku prodhohet uji Uleveto, San Giovanni Alavese. Ati autobusi kalonte 3 herë në ditë dhe ishte obligatore. Dhe kishte njerëz në autobus, kisha vetëm unë dhe shoku im, nuk kishte njerëz të tjerë. Ajo ishte një shërbim publik që duhet ofruar, e vërtet. Kjo është. Ishte ne iknim në mëngjes. Sikur edhe për një person, por vetëm ne do të kesh një garanci. Ishte kjo. Patjetër është një linjë dedikuar. Kurdo që të ofrosh një turizëm me standard shërbimi, këto janë kryesore. Kjo është një gjë që këtu mungon dhe kjo duhet rregulluar. Me thënë drejtën për të. Pastaj zhvillimi i Ekurudhës Durrës-Rinas-Tiranë, besoj se do t'i japi një zhvillim akoma më të madh. Duke ngelur tek ajo çka duhet përmirësuar, për Petritin e kisha këtë vjet re që në fakt në tregun shqiptar nuk i jepet sa duhet nga një mbështetje nga qeveria prodhimit shqiptar, të verërave shqiptare. Si e mendon ju Petrit, çfarë duhet bërë më mirë në këtë fushë nga Ministria e Ekonomisë apo dhe e Bujqësisë që të ketë një suport që jo vetëm në degustimin e verës pranë kantinave, por edhe në bare, restorante, të ndihet dora e shtetit që të ketë një promovim më të mirë vera shqiptare. Kjo është një pyetje shumë e vëndë, sinqerisht, është ndoshta për sektorin tonë është një pyetje shumë e rëndësishme, sepse ne ndjejmë vështirësinë. Pavarësisht turizmit, sepse turistët janë ata që të gjithë kërkojnë verën e vendit, dhe verat e vendit, më thënë, duhet ajo siç e bëjmë me rrushet tona autoktone, sepse duhet të pinë diçka ndryshe nga jo një Chardonnay apo Merlot Cabernet që e gjen kudo, po duhet të pinë pulsin, duhet të pinë vloshin, sheshin e bardhë, sheshin e zi, sepse dhe këtë i bën ata më kurioz. Por për sa i përket kësaj që ju thatë, kjo është e vërtetë sepse fatkeqësisht ne shqiptarët dhe jemi çik mos besues ndaj prodhimeve vendas, po kryesisht ndaj verës akoma më shumë. Sepse tek perimet, tek këto, më thënë, ka besime dhe i kërkojnë. Nëse tek vera ne shqiptarët jemi mos besues. Këto e kanë ngritur shumë herë, ndoshta edhe gjithë kryeministrave që kanë qenë në kantinë që të na mbështesin pak më shumë, më thënë, në këtë drejtim. Biles një ish ministre të financeve kërkova dhe mblodhi gjithë rjetin e supermarketeve, në restoranteve, bëri diçka, por që nuk është pati shumë sukses. Fatkeqësisht. Në radhë të parë duhet që edukojmë vetë ne si popull. Duhet të kemi më shumë besim tek vetja, sepse
Atëherë restoratori gjën tonë ta duam, po edhe Është pak të mentaliteti. ta reklamojmë me ne vetë kemi mentaliteti arritur, shqiptar. ne kemi arritur të bëjmë vera shumë cilësore. Thash fal klimës, fal Zotit na ka falur diellin, tokën, gjithë. Bëjmë vera shumë cilësore. Nuk them që nuk ka vera cilësore jashtë, por pse duhet konsumojmë një verë të huaj, them ta paguajmë 3-4 herë më shtrenjtë në të njëjtën cilësi me verën tonë. Duhet paguajmë lek. Çfarë? Ato lek mund t'i përdorin diku tjetër, në vend të paguash një shishe verë 200 euro, dhe kur me 30-40 euro mund të pish një verë shumë të mirë shqiptare, ndoshta në të njëjtën cilësi me Po atë. ndonjëherë duhet ta bësh edhe thjesht për nacionalizëm. Po këtë Ka gjën. shtete plot Duhet ta bësh sepse po. që bëjnë këtë. Është Maqedonia e Veriut për shembull, për mos vajtur Malezi. ka mënyra, Vetë njerëzit ka konsumojnë mënyra. produktet vëme. Sepse aty janë vetë konsumatorë, janë vetë njerëz. Sepse ndihmon edhe zinxhirin ekonomik të vetë Patjetër, shoqërisë. patjetër, Është diçka që i shërben Ne të shumë gjithës. turistë na vinë në kantinë dhe thonë, "More, po si ka mundësi që në restorantin e nuk e gjejmë verën shqiptare përgjithsisht, jo vetëm çobon." Kjo është një keqje shumë e madhe. Po të shkosh në gjitha restorantet, sidomos këtej nga jugu, që nga Palasa dhe zbret poshtë, dhe në restorante ke vetëm Sepse verë lë dhe të një huaj. shije tek Ndoshta turistët çik e margjin huaj. e fitimit, sepse unë them që e blen shumë lirë dhe e shesin shumë shtrenjtë. Edhe Dhe ajo këtu është ajo që duhet të ndryhy shteti. Ndoshta mund të ndryhy, ka mekanizma me të cilët mund të Po, kontrollohen nëpërmjet- se sa blen dhe sa e shet. Edhe deklaron? subvencionimit ka pasur së fundmi SBR-ja praktika subvencionimi për vreshtat Po apo për vreshtat në veçanti jo, ka pas përgjithsisht për bujqësinë dhe unë edhe këtë ja kam kërkuar në të gjithë dhe të mundohemi, sepse në moment që hyn në BE, BE-ja pastaj do të vër kuota dhe nuk mund të mbillet me asnjë bim hardhie. Kështu pa dhe që informacion. ne duhet që të mundohemi të shtojmë vreshtat, të mbjellin sa më shumë vreshta. Më thënë të paktën për periudhën që jemi akoma jashtë BE-s. në Po fakt së sugjeroj të fundmi- gjithëve, sepse ndoshta ndonjëherë thotë jo kemi interes, s'kemi interes, jo kosto, jo kjo, por nuk do mbjellim dot më pasaj, dhe të kërkojmë mbjellim. Edhe ajo që besoj duhet i shtohet agjendës tonë në qarkun e Beratit është edhe jeta e natës. Berati e ka vuajtur këtë mungesën në një dinamike në jetën e natës. Megjithatë së fundmi ka pasur në fakt përmirësim ndjeshëm me aktivitetet kulturore, koncertet e bukura që janë Kemi në bërë. orën 8 do vjen te mamaja, do ftojmë me mama. Jo, unë mendoj se vitet e fundit edhe kjo ka ndryshuar, Nuk po, jemi në vërtet. nivelin, le të themi, nivelin e Korçës. Po, Korça patjetër është na e kampion, kalon. ban kampion, por Beratin Si është çështje kulture, kulture, patjetër është kulturë, po dhe Berati nuk është mbrapa vitet e fundit. Unë di disa bare që ofrojnë dhe muzik live në ditë caktuare, jo për ditë, Po patjetër, në ditë fakt dhe në caktuare, Dimal, le desha të ndaj Po. këtu, është gjithë gushti, periudha e gushtit, çdo mesdite ka muzik live. Kjo ka gati 10 vjet që praktikohet, që prej vitit 2016 dhe deri sot gjithë gushti, gjithë turistët që vinë mund të shijojnë edhe muzikën live aty tek ne. Kështu që besoj që edhe vetë City Pulsi është i rëndësishëm, jemi kështu ndoshta që ndër bashkitë e pakta që bëjmë këtë po gjë. nuk e di, kështu ka që- aktivitete Me sporadike. aktivitetet. Qarku i Beratit Po ne kemi ka bërë gjithë aktivitete, muajin. edhe Bashkia Të Berat, aktivitete edhe- kemi po, gjithë Dimali- muajin edhe është diçka e Dimali është gjithë lezetshme. muaj, po. Besoj Për sa që vite? është- Ke gati ka 10 katër- vjet, 10 gati, vjet, 10 vjet 10 gati, vjet po. është goxha. Ka dhe aktivitete tjera ndër vite, po kjo është konsistente dhe është Po. gjatë gjithë gushtit. Po. Për ata që nuk mund të shkojnë me pushime, e gjejnë veten edhe vetë Pas komuniteti dite aty. një Por argëtim. Edhe nëpërmjet dhe për krijimit të atij emigrantëve që plazhit, me kthehen dhe lixhat. E ja kemi kthehen, sjellë gjenden edhe njëri plazhin, tjetrin. po edhe Edhe muzikën. argëtimin. Kështu që edhe ata në të mbasdite, huajt po. që janë bashkum si tanë, ne i ftojmë që të vinë dhe në Dimal edhe ta shijojnë gushtin sepse në Dhingjat fakt kanë marrë ofron akses jashtëzakonshëm, sidomos me ndërtimin e urës. Po, që aksesohet më lehtë, po edhe vetë ato burimet janë kanë edhe një pamje më dinjitoze, gjithsesi projekti i lixhave do të vijojë edhe me fazën e tretë dhe besoj gjithë ajo do jetë një trajektore shumë e bukur dhe do ofrojë tamam një plazh aty në qytetin tonë të vogël. Po, cili për ju është vendi më me potencial për turizmin jo detar, siç e tham, përveç Beratit, po si rankim, kë do rankoni të parën Gjirokastrën, Beratin, Korçën, apo edhe të tjera destinacione? Tani ne jemi me Beratin. Ne do rankojmë Beratin. Me Beratin kemi. Berati është unik. Tregoj një rast një që ishte një prindrit e një mekeshës time që vinin nga Firenze. Edhe duke biçova që i shoqërova vizituan Kalane edhe ajo ngeli kështu duke bërë foto thoshte ua sa bukur, ua sa bukur, ua sa bukur. Edhe unë thash po sinjora, tash nuk është se tash ti vjen nga Firenze i bukur.
Jo, Petrit, më tha mua, është unik, tha. Nuk them tha që është më i bukur në botë, por është unik, është i vetmi, tha. Prandaj edhe ju duhet ndjeni krenar tha me Beratin. Ne u them që Berati në fakt dhe kalaja e Beratit është një kalat më të bukur. Kalaja e Beratit ne mund të kemi vizituar shumë. Gjirokastra është e bukur, është e veçantë, por s'ka lidhje. Berati është. Unë në fakt jam nga Gjirokastra dhe nga Berati, nga kalaja, nga dy kalat. Maman e kam nga kalaja e Beratit, babin me origjinë nga kalaja e Gjirokastrit dhe mund të them që kalaja e Beratit ja kalon asaj të Gjirokastrës. Kalaja e Beratit është një kala që me shekuj vazhdon jetohet akoma. Është e vetmja e banueshme. Po, në Ballkan është e vetmja. Megjithatë, nga statistikat thuhet që Gjirokastra ka më shumë turistë, apo s'është e vërtetë kjo? Po është për faktin që është afër Sarandës, ka më shumë vin shumë turistë. Edhe me Bregdetin me afërsinë. Ja jep ajo këtë merit të veçantë, ose e ka vetë. Kurse Berati duhet vish Kastile. Dhe numrat tregojnë faktikisht në 5 vitet e fundit që Berati ka rritjen më të madhe të turizmit. Mund ta lidhim edhe me krijimin e bizneseve, po dhe me njerëzit që po kthehen në Berat dhe po investojnë. Dikush ka hapur restorant, dikush ka hapur bare. Po. Duke pasur rritjen, duke pasur kërkesat, njerëzit ka bërë dhe guida janë ka persona që kanë bërë guida që shoqërojnë turistët në drejt malit të Morrit apo ka shumë që merren me guida. Po, do të themi këtu dhe një veçanti rafting që kemi po, në rafting. Po, e vërtet, edhe vetë operatorët ekonomik. Jo, e përmendëm në mbështirën për në fund. Operatorët ekonomik kanë rolin e vet patjetër se pa ata nuk ofrohet shërbimi. Përveç pjesës se duhet dhe infrastruktura dhe pushteti vendor apo qendror. Pushteti vendor këto vite. Megjithatë rafting patjetër që është nga të parët. Zamo në këtë aktivitet. Është i parë, jo ndër të parët. Dhe kamionet e skraparit vërtet që janë brezlëse. Dhe për mua është një hero. Dhe në punën e vetë është një hero dhe meriton respekt. Edhe ne kemi përfunduar. Falti kamionet u bën të njohura sepse kamionet janë miliona vjet atje. Askush nuk vinte të vizitonte. E them që fal Zamos, ato kamionet. Fal edhe këtij aktiviteti që ushtrohet aty. Jo vetëm kamionet, po u njoh sporti rafting. Sporti rafting sot që bëhet në Vjos për metë është fal iniciativës. Nisur dhe nxitur dhe nga kjo ide, ne kemi hartuar për Bashkinë Ndihmal dhe një projekt për krijimin e një dige që në të ardhmen të krijonim një potencial për krijimin e garave ndërkombëtare, pse jo, duke pasur edhe Zamon aty, edhe që është njohur si miri këtij sporti dhe kontakteve nga jashtë, po duke qenë se është një vlerë e konsiderueshme e investimit, shkon gati te 9 miliard lekë të vjetra dhe kapacitetet bashkia jon nuk i ka për ta implementuar, jemi në pritje të financimit të këtij projekti. Po mbase me një projekt evropian, mund edhe kjo edhe vetë fakti që ne jemi në këtë fazë dhe po punojmë për integrimin evropian pikërisht edhe për fondet të kohezionit për të thithur sa më shumë fonde, të shpresojmë shumë që edhe ky projekt do të bëhet i realizueshëm dhe pikërisht do të shërbejë edhe gjithsej. Jo, do të shumë e rëndësishme, se tregoj edhe një rast tjetër kur kemi qenë për herë të parë me Zam, kemi marrë pjesë në kampionatin botror të rafting në Çeki, Republikën Çeke. Thjesht një lum ishte aty, ata kishin bërë një pistë. Nuk e di se sa kish kushtuar, një gjë shumë e thjeshtë, por aty u bë një kampionat botror. Me mira njerëz. Ishte mira njerëz, qyteti ishte mbush plot. Kështu që ato investime do t'i rikthehen. Kishim në Valle Folia në Itali. Ata kishin një sport i boçes i thoshin, që luanin me atë boçen dhe aty bëhej kampionati i boçes, që ishte shumë i dashur për italian, po sillte shumë aktivitet dhe ekonomi lokale. Njerëzit kanë nevojë për këto gjëra të thjeshta, por kërkojnë financim, po patjetër që e kthejnë mbrapsht. Shembuj ka pafund. Po mund të sjellim, po patjetër i gjen ka shembuj pafund në Itali që bëjnë. Mos mbyllen brenda fëmijët, mos të rinë me telefon edhe me këto kur t'i japim sa më shumë aktivitete. Në Suedi mbaj mend një herë në një kështjell, me fjalë e gjithë historia ishte një trillim. Po, patjetër. E asaj kështjellë dhe thithte me mira, e besonin. Po, e besonin. Ishte një trillim. Në fund kur thoshte ky është një trillim, ishte një trillim i bukur. Një trillim i bukur. Suggestionuese si ide. Kishte me mira. Sepse ata nuk kanë nësa ne kemi historinë dhe nuk dim ta shesim, nuk dim ta tregojmë, nuk dim të ta në Malin e Shalës për shembull isha kur kemi qenë në një udhëtim për Maltësi. Edhe ishte një sajt arkeologjik i afërsisht si Dimali, po kishte më pak gjetje faktike në sajt se sa Dimali.
edhe i tregonin atë narrativën edhe vinin dhe për ato dy gur që ndodheshin aty. Pra e rëndësishme është ajo historia narrativa, pra edhe marketingu gjithsesi që e bën më të vizitueshëm një vend. Dhe për ta mbyllur, një mesazh i fundit për institucionet përgjegjëse që potencialit të zonës ne t'i marrim maksimumin. Besoj koordinim, do duhet koordinim me gjitha institucionet edhe thash duhet bërë një mapping të paktën për qarkun e Beratit, duhet bërë një mapping e gjithë qarkut. Të individuar, janë gjatë individuara, ma thjesht edhe guidat turistike duhet bashkë me institucionet të ketë një si përgjegjëse që të merret. Që këto vizitori vjen në Berat, viziton Kalani e Beratit, viziton lagjet, të ketë një koordinim në një njësi speciale të ngritur. Mund të shkoj edhe në Kuçov, mund të shkoj edhe në Dimal, vizitoj muralet, vizitoj Dimalin, Lingjat, të shkojnë Poliçan, edhe Poliçani, mos harrojmë, dhe Poliçani ka pasur industrinë e armatimit dhe atje mund bëhet një muze në lidhje me këtë fakt. Në lidhje me armatimin, armët që janë prodhuar e gjitha këto. Tregohet historia, tregohet kjo do zgjasi periudhën e ndonjës së vizitorëve në Berat. Kapacitetet specifike në lidhje me këtë pyetje, me që ti ndjen më shumë peshën e institucionit. Ne ndjejmë institucionin natyrisht përkraja nga institucionet asnjëri nuk është e tepërt. Kështu që për herë në çdo përkraje, çdo ndihmë është e vlefshme për ne si biznes. Dhe pasi këto të gjitha kthehen në një plus për të gjithë, sepse sa më shumë punë këtë biznesi, më shumë të ardhura ka bashkitë, do bëhen më shumë punime publike, që nga pastërtia, plerat, themi ujë pishëm, gjitha ndikojnë. Gjitha këto pastaj ndikojnë Ju faleminderit që ju përgjigjet ftesës sime, ishte një tematik shumë e bukur që ne patjetër që të tre duam shumë Beratin, sepse jemi pjesë e tij. Dhe jo vetëm ne, po çdo beratas. Dhe çdo beratas duhet që të bëj më shumë për vendin e vet, për promovimin e potencialeve që ai ka. Dhe këtu po e mbyllim, miru pafshim në puntatën e radhës.